Një nga ato ditët ku çdo fjalë është e tepërt, një humbje që tronditi jo vetëm një familje, por një Kosovë e një shqiptari. Ndarja e papritur dhe tejet e parakohshme nga jeta e vëllait të Gjestit ishte ndër lajmet më tragjike të kohëve të fundit. Eldioni u nda nga jeta në lulje të rinisë, 15 vjeç, kur jetën vetëm sa e kishte nisur. E s'kishte si të ishte ndryshe lamtumira e fundit përpos me shumë njerëz. Qindra i dhanë lamtumirën, sot pasdite në Pavlan, mes lotëve dhe mërzisë së madhe. Kishin ardhur nga e gjithë Kosova, nga Shqipëria, kudo. Aty nuk munguan as banorët e Big Brother. Gjenetës që shoqërohej nga Bejti dhe Diana, mërzia e madhe i lezohej që nga lart. Të shumë të ishin edhe nga formati në Shqipëri që ndanë njetesën me Gjestin e që erdhen për lamtumirën e fundit. Aty nuk mungoj Egli. Nga këngëtarët, Goldi G, Davina dhe Qire Limani i gjendën pranë artistit në këtë ditë me dhimbje të papërshkrueshme. Aty ishte edhe fituesi i Big Brother VIP Albania 2, Luizeli, që pati një bisedë disa minutësh ngushëllimi me babain e Gjestit, zotëri Jetonin, i cili mbante veshur veshin e djalit të ndjer. Edhe pse nuk u pa prezent ishte edhe Driloni, fituesi i edicionit të fundit të Big Brother VIP Kosova. Lamtumira e fundit për Eldioni shoqërua me mesazhe nga imamët që t'jemi më të kujdesshëm ndaj vetes dhe të tjerëve në mënyrë që tragjedisë këto të shmangen. Një tjetër detaj që u bë i ditur është se t'pame nuk do ketë për këtë ngjarje që preku ta madhe të vogël. Eldioni u përçoll për të mos u harruar asnjëherë për boshllëkun që la. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij.